Përshëndetje nga kuzhina e Nerit. Sot kam vendosur me do me ju edhe një recetë të përgatitjes së një detoksi natyral super shëndetshëm, super efektiv edhe pa asnjë efekt anësor për shëndetin. Kryesisht është ky detoks për humbjet e peshës, pastrimin e zorrës, për forcim të imunitetit dhe është shumë i shëndetshëm me këta përbars kur të përgatitni. Krejt çka ju nevojiten janë një lugë të gjellës e merrni fora chia, i gjeni në çdo market ushqimor me ble, ose këtu në DM kut doni i gjeni pra me ble. Një lugë të gjellës pra me fora chia e merrni. 300 ml ujë të ngrohtë. I përzini spari me bismillah një lugë të gjellës fora chia edhe 300 ml ujë të ngrohtë. E mbuloni gotën pra për 1 orë të qëndroj. Mandej ja shtoni gjys limoni, e ndrydhni, ja shtoni langun pra gjysmës së limonit edhe një lugë të çajit me mjalt. I përzini mirë të gjitha, mandej i konsumoni çdo mëngjes në barkun bosh, pa hongër, pa pi kur gjë. Pra, çdo ditë e përdorni këtë recetë. Për humbje të peshës, pra unë pjo t'rregoj kështu me gojë sepse nuk pe përgatiti kot, sepse nuk du me qu edhe fora chia ose limon ose mjalt kot. Mu nuk me nevojitet sepse ashtu kështu jam dop për vete, nuk jam në peshë. Vesh pjo t'rregoj juve motra të dashura si ta përgatitni në shtëpi. Super efektiv për pastrimin e zorrës, pra shumë i mirë, për juve për largimin e toksinave nga zorra, për ju pra që keni qef me forcu imunitetin, edhe ju që keni probleme mas shumti që ju kop ato atokët për me hongër embelsira. Edhe sidomos shumotra kur e kom postu tash po lidhe me dietën me vezë. Oj neri prej mëngjesit deri ka masdite ka 18 ora që ashtu po funksionon dieta perfekt. Prej 18 ora pe prishi. Këtu e në shkrimet mas shumë të që vinë për i motrave, nuk po mune mo me duru, pe prishin. Pra, kryesisht është kjo recetë që ja largon apetitin, pra, ju mbon të ngupur, edhe humbni peshë. Çdo ditë e përdorni pa ndalë hiç qysh e ceka në fillim, derisa ju të arrini atë peshën që ju dëshironi. Provoni pra këtë detoks natyral super efektiv edhe i shëndetshëm që nuk ka asnjë efekt anësor për shëndetin tuaj. Efekte anësore për mendimin tim, tash ju a pajtoni a ju, ajo është mendimi ju, unë mendimin tim për ceku, efekte anësore kanë ata përbars që i bleni ju, çojrat përzim, nuk e dini çka ka brenda, edhe çto që pja shesin. Sidomos që i shkruni mas shumti, shembull postojni diçka nëpër Instagram, nëpër faqen Facebook, për ma shumë informacione, ju lutem me shkrumi në privat. I shkrunin privat çka ju dërgon me porosit me pare. Kështu që neri ndon me ju e krejt qa din edhe çka ju ben mirë, që i shifni përbarsit vet edhe bindeni vet pa asnjë efekt anësor. Provone dhe do bindeni për efektin. Pra, një lugë të gjellës fora chia dhe njerë për përsëris, 300 ml ujë të ngrohtë, i përzini dyat, e mbuloni pra gotën për 1 orë të qëndroj ashtu, mandej ja shtoni langun e gjysmës e limonit, një lugë të çajit me mjalt edhe e përzini prap mirë, e konsumoni çdo mëngjes në barkun bosh. Bindeni vetë si gjithmonë edhe keni më shkru prap, kështu që shumë suksese, sa më pak killa edhe qëndroni të shëndetshëm deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nerit, ju them miru pofshim.